UÇK-s. Mirë, Sadik, se ishte një deklaratë shumë e rëndësishme. Ti ke qenë aty, e ke parë nga afër, dhe të kryua përshtypja që edhe gjykata qeshte me disa prej pretendimet prokurorisë? Po, gjyqtori kryesor Smith, apo si e ka emrin, kur e llogaritin si të arritur të modhet të prokurorëve, njëri prej prokurorëve të Rostit, e qiti një organogram se si është kriju qeveria e Kosovës pas Rambujes. Dhe thoi, ja, si është renditur, këta kanë qenë kryesorët sepse kryeministri është Hashim Thaçi dhe ministrat tjerë ranë. Dhe gjyqtori kryesor e ndoi dorën e bollë dhe uli kokën duke dëgju prokurorin se çfarë të arritur të madhe ka bu kur e paraqiste para atij kolegjiumi renditjen ose qeverin me ministra. Dhe thoshte, këtu po mungojnë vetëm 2 ministra të cilët kanë qenë nga Lidhja Demokratike dhe të cilët nuk ju kanë përgjigjë qeverisë së udhëhequr nga Hashim Thaçi. Interesante kjo. Faleminderit shumë Zeshiri për këtë lidhje direkte, pas pak do t'jap disa informacione sa i përket tërmetit që ndodhi në Prishtinë. Zeshiri, ne do t'jemi bashkë edhe netëve tjera, se ti do të qëndrosh atje, apo edhe për fjalët përfundimtare të mbrojtjes. Nesër do të vinë Kosovë, mas dite. Apo, mirë, do të shkoj Fidan, do të të Fidan për në Hagë, apo, Fidani do të të pas taj. Për javën tjetër. Për në Hagë, javën tjetër, për t'i përsjedhur. Faleminderit shumë, Zeshiri, faleminderit shumë. Është e qëndrueshme kjo, Barton, që e tha Zeshiri, që në momentet caktuara edhe gjykatësit. Shiko tash, nëse atë që tha Sadik Zeshiri, që është shumë, më thonë, na e dim kush ka qenë kabineti i qeverisë përkohshëm, kush ka qenë kryeministër dhe në pozitat ministra që s'kanë pas pushteta, s'kanë pas kurrë. Po sa këta ajo dihet, domthon kur gjë sekrete s'ka pas aty. Këri dyja ja e din. Edhe tash kur prokuroria pretendon që ka zbulu